Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, në një konferencë për shtyp, ka njoftuar se Këshilli Mbikëqyrës ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, duke vlerësuar se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për të garantuar stabilitetin e çmimeve dhe mbështetjen e rritjes ekonomike. Sejko gjatë fjalës së tij bëri të ditur se inflacioni është rritur gjatë tremujorit të dytë të vitit, kryesisht për shkak të shtrenjtimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Informacioni i marrë në analizë tregon se inflacioni i çmimeve të konsumit ka shënuar rritje në tremujorin e dytë, kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, ndërsa ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet në gjysmën e parë të vitit dhe tregjet financiare janë shfaqur të qeta. Politika monetare e kujdesshme dhe konsistente e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka vijuar të japë një kontribut pozitiv nëpërmjet ruajtjes së stabilitetit monetar dhe krijimit të kushteve financiare të përshtatshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Përditësimi i parashikimeve lë të pandryshuara pritjet tona për të ardhmen. Ekonomia shqiptare pritet të vijojë të rritet me ritme solide dhe pranë potencialit gjatë tremujorëve në vijim, ndërsa inflacioni pritet të rritet lehtësisht mbi objektiv në gjysmën e dytë të vitit dhe të kthehet gradualisht drejt tij në periudhën vijuese. Sipas Bankës së Shqipërisë, ekonomia shqiptare vijon të shfaqë ritme të qëndrueshme rritjeje. Të dhënat e Instat tregojnë se prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 3.7% në tremujorin e parë të vitit 2026, i mbështetur nga rritja e konsumit, investimeve private dhe eksporteve. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin e 2.5%, të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëtitore në nivelin 1.5% dhe gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëtitore në nivelin e 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për momentin. Ky qëndrim mundëson përmbushjen e parashikimeve të skenarit bazë, duke i ofruar ekonomisë shqiptare kushte të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv. Edhe tregu i punës ka vijuar të përmirësohet. Punësimi në sektorin privat jo bujqësor u rrit me 2.2%, ndërsa paga mesatare u rrit me 11.5%. Papunësia mbeti në nivelin 8.4%. Banka e Shqipërisë thekson se rritja aktuale e inflacionit pritet të jetë e përkohshme dhe lidhet kryesisht me goditjen nga çmimet e energjisë dhe naftës në tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, institucioni vlerëson se pasiguritë mbeten të larta për shkak të tensioneve gjeopolitike dhe zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Për këtë arsye, Këshilli Mbikëqyrës do të vijojë të monitorojë situatën dhe është i gatshëm të ndërhyjë me politikën monetare nëse rreziqet për stabilitetin e çmimeve do të shtohen. Përveç normës bazë të interesit në 2.5%, Banka e Shqipërisë la të pandryshuara edhe normën e depozitës njëditore në 1.5% dhe normën e kredisë njëditore në 3.5%.